falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Therja e kurbanit, a është wajib, a është sunnet? Cilët kafsh mund të theren kurban? 4 tëmeta, nëse i kanë kafshët, nuk vlen për kurban. Deri në therjen e kurbanit është mirë që mos t'i shkurton, mos t'i heq qimet e ti dhe thojt e ti. A është obligim njeriu ta therë kurbanin vet apo ta therë dikush tjetër për te? A vlen një kurban për një njeri apo vlen një kurban për një familje? Kur theret kurbani? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, meqense jemi në një temë të caktuar, në çdo javë ku mundohemi të shtjellojmë disa çështje të cilat janë të rëndësishme për secilin prej nesh, me lejen e Allahut Azza wa Jall sot do të kalojmë në një temë tjetër, shkaku i kohës në të cilën jemi, për të kthyer përsëri aty ku kemi qenë dhe aty ku kemi mbetur. Me lejen e Allahut Azza wa Jall sot do të ndalemi që t'i themi disa fjalë në lidhje me një prej ibadeteve të mëdha, i cili realizohet në këto ditë, në ditët të cilat i presim, në ditët të cilat vijnë, në ditët e Bajramit. Bëhet fjalë për ibadetin e madh i cili është kurbani, therja e kurbanit për hir të Allahut Azza wa Jall. Therja e kurbanit është një prej ibadeteve madhështore, një prej ibadeteve të rëndësishme që e realizon besimtari në jetën e tij për hir të Allahut Azza wa Jall. Është ibadet me të cilin njeriu afrohet te Allahu Azza wa Jall, është ibadet në mënyrë të caktuar, në kohë të caktuar, ashtu siç ka ardhur në argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Allahu Azza wa Jall në një prej ajeteve të njohura në mesin e gjithë besimtarëve tha: "Fasalli li rabbika wanhar." Falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime të gjitha janë për Allahun Azza wa Jall, la sharika lah, nuk i takon shok ati. Pra siç i bëjmë gjitha ibadetet për hir të Allahut Azza wa Jall, gjithashtu edhe kurbanin e bëjmë për hir të Allahut Azza wa Jall. Mirë po, në lidhje me këtë ibadet është më rëndësi që t'i përmendim disa rregulla të cilat duhet t'i kemi parasysh, sidomos ata të cilët bëjmë plan, bëjnë niyet, shpresojnë që në këto ditë ta realizojnë këtë ibadet të madh. Së pari, është më rëndësi që të diskutohet apo të sqarohet nëse kurbani është obligim për secilin musliman apo është i pëlqyer, i lavdruar për besimtarët. Dietarët kanë diskutuar në lidhje me një çështje të tillë. Therja e kurbanit, a është wajib, a është sunnet?
Sipas mëdhëbit Hanefi, therrja e kurbanit është wajib për atë i cili i ka mundësi. Sipas shumicës së dietarëve, therrja e kurbanit është sunnet i fortë, sunnet i fortë. Duke u bazuar në argumente të ndryshme, dietarët kanë diskutuar, mirë po mendojmë që më afër është se therrja e kurbanit është sunnet i fortë. Kur të themi sunnet i fortë, nuk nënkupton që besimtarët me lanë atë, po nënkupton që besimtarët me e vepruar, me realizuar atë për hir të Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka therrur kurban. Çdo herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka therr kurban. Sahabët kanë therr kurban. Besimtarët kanë therr kurban, mirë po dietarët duke u bazuar në një prej haditheve në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të hyjnë ditët e muajit Dhulhijhe, ai i cili dëshiron të therr kurban, deri në fund të hadithit. Ai i cili dëshiron, kanë thënë dietarët, nënkuptohet që një gjë e tillë nuk është wajib, nuk është obligim, pasi që bëhet fjalë për atë i cili dëshiron, ai i cili dëshiron të therr kurban. Dhe ka ardhur në transmetime tjera që Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhuma në ndonjë rast nuk kanë therr kurban. Gjithashtu Ebu Mes'ud el-Bedri radiallahu anhu, i cili thot, kam menduar deri në atë shkallë që mos të therri kurban, duke i pas mundësit, vetëm që njerëzit mos të mendojnë se një ibadet i tillë është wajib. Pra, therrja e kurbanit në ditën e Bajramit është sunnet i fortë. Është sunnet i fortë. Çka nënkuptojmë me këtë? Nënkuptojmë me këtë, ai i cili ka mundësit në ditën e Bajramit është mirë, ka shpërblim të madh, afrohet te Allahu, është shumë më rëndësi që ta realizon këtë ibadet për hir të Allahut Azza wa Jall, të cilin e realizon besimtari jo në çdo javë, jo në çdo muaj, një herë brenda vitit, gjatë gjithë vitit, një herë do të vjen koha për therrjen e kurbanit. Ai i cili ka mundësi duhet ta shfrytëzon këtë kohë, këtë moment që ta therr kurbanin për hir të Allahut Azza wa Jall, me shpresë që ta arrijë shpërblimin dhe afrimin tek Allahu. Atëherë shtrohet pyetja, cilët kafsh mund të therren kurban? Kafshët të cilat vlen për kurban janë 8 kafsh. Duke filluar nga deveja, pastaj lopa, pastaj dhia, pastaj delja. Këto 4 dhe ana tjetër gjinia, të dy gjinit e të dy kafshëve numërojnë 8 kafshë të cilat mund të therren kurban. Pra deveja, lopa, dhia, delja dhe gjithashtu të dy gjinit e të dyve të cilat numërohen 8 kafshë që mund të therren kurban. A mund këto kafshë në çdo kohë të therren kurban? Jo, në sheriat, në fenë Allahut Azza wa Jall, këto kafshë të caktuara, pra jo çdo kafshë. Shembull, dikush nuk mundet me therr kurban një pul, apo një gjel, apo një shpend, apo një kafshë tjetër. Jo, nuk mund të therret kurban përveç asaj kafshëje e cila është e pranuar për kurban në fenë Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithashtu këto kafshë duhet t'i plotësojnë disa kushte. Së pari duhet të plotësohet kushti i kohës, i viteve të këtyre kafshëve. Duke filluar nga deveja, e cila duhet t'i ketë të plotësuara 5 vite. Pra deveja bëhet kurban mbi 5 vite. Lopa therret për kurban nëse i ka plotësuar 2 vite e më shumë. Dhia therret kurban nëse e ka plotësuar 1 vit e më shumë. Dhe delja therret kurban, apo dashi therret kurban nëse i ka plotësuar 6 muaj edhe më shumë, edhe pse sa më shumë deri në 1 vit është më plot dhe më e sigurt. Këto janë vitet apo koha që duhet ta ketë të plotësuar kafsha për të qenë kurban me vlerë dhe
i pranuar. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që këto kafsh nuk guxon, nuk bën që të kenë disa mangësi, disa tëmeta të cilat arrin deri në atë shkallë që kurbani mos të pranohet. Cilat janë ato? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha 4 prej tyre, 4 tëmeta, nëse i kanë kafshët nuk vlen për kurban. Ti e therr, ama jo nuk vlen. Ti shpreson që ki kurban, në realitet nuk ki kurban. 4 tëmeta. E para e tyre, verbëria e qartë. Nëse kafsha është e verbër, verbëria e qartë. Qalimi i qartë, nëse kafsha ka qalim të qartë, pra nuk bëhet fjalë për tëmeta të vogla, megjithse kafsha e cila theret kurban duhet të jetë sa më e plot, sa më e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh kurbanin e tij, i ka therr 2 mirë, po i ka zgjedh më të mirët, më të pastër, më të plot, të bukur. Sa më i mirë, sa më i plot kurbani, është më mirë që njeriu atë ta ban për hir të Allahut azza wa jall. Mirë po, nëse ka mangësi tëmeta të vogla, megjithatë mund të realizohet. Nëse ka tëmeta të mëdha, verbëria e qartë nuk vlen për kurban. Qalimi i qartë nuk vlen për kurban. Sëmundja e rëndë e qartë nuk vlen për kurban, dhe kafsha e cila llogaritet e çmendur apo pa tru nuk vlen për kurban. Nëse janë këto 4 tëmeta apo një prej këtyre tëmetave të një prej kafshëve e cila theret për kurban, kurbani i tillë nuk vlen. Por ndryshe, nëse nuk kanë tëmeta të mëdha, edhe më mirë nëse nuk kanë tëmeta fare, atëherë kurbani është në rregull. Çka duhet të kemi parasysh ne të cilët, apo ai i cili ban nijet që të therr kurban? Ai i cili ban nijet që të therr kurban është e mira, megjithse ka diskutim tek dietarët, nga dita e parë muajit Dhul-Hijje, në të cilat jemi, deri në therrjen e kurbanit, është mirë që mos t'i shkurton, mos t'i heq qimet e tij dhe thojt e tij. A është obligim? Nuk është obligim. Nëse e vepron, a ka haram, a ka gjuna? Nuk ka gjuna para Allahut azza wa jall, mirë po nuk është e pëlqyer. Megjithse për këtë dietarët kanë diskutuar, sipas mëdhëbit Hanefi nuk prish punë asgjë. Nëse i hek flokët, apo nëse i shkurton qimet, apo nëse i shkurton thonjët, sipas mëdhëbit Hanefi nuk ka asgjë. Sipas mëdhëbit Shafi'i edhe Maliki është mekruh, nuk është e pëlqyer, nuk është mirë. Prej ditës së parë të muajit Dhul-Hijje deri në therrjen e kurbanit nuk është mirë. Ndërsa sipas mëdhëbit Hambeli, një veprim i tillë është haram. Por çfarë arsye? Për arsye të argumenteve që kanë ardhur, dietarët kanë diskutuar. Disa janë bazuar në një hadith dhe disa janë bazuar në një hadith tjetër, e që këtu e kemi hadithin e Aishës radhiyallahu anha, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndaluar në asnjë gjë. Dhe hadithi Ummu Selemes radhiyallahu anha, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur të hynë këto ditë, mos i shkurtoni qimet dhe mos i shkurtoni thonjt e juaj. Atëherë, për atë bëhet fjalë për atë i cili do të therr kurban dhe jo për secilin. Atëherë, në rast të këtyre haditheve, dietarët kanë diskutuar. Mendojmë që më afër është që një gjë e tillë është mekruh, është e papëlqyer. Nëse e vepron, është këtë në rregull. Nëse e vepron, nuk ki gjunah para Allahut azza wa jall. Mos të flasim për kurbanin, kurbani është në rregull. I shkurtove flokët, nuk i shkurtove flokët, kurbani është në rregull. Këto gjëra nuk mund të arrijnë deri në atë shkallë të debatit që të dyshot në ibadetin. Jo, ibadeti është në rregull, kurbani është në rregull, inshallah është i pranuar, mirë, po çështja është diskutabile, ka diskutim në mesin e dietarëve. Më e mira është mos të veprohet, nëse veprohet çdo gjë është në rregull dhe nuk ka gjuna, inshallah. Si është më e mira njeriu ta therr kurbanin vet apo ta therr dikush tjetër për te? Në kohën që tash ka lehtësime shumë, po ndoshta edhe rrethanat kushtet janë që njeriu
e gjejmë mënyrën e pagesës së kurbanit, dorëzimit të kurbanit e kështu me radhë dhe nuk është në gjendje ta therr kurbanin vet. Cila është më e mira? Më e mira është që njeriu ta therr kurbanin me dorën e tij. Kjo është më e mira. Më e mira është njeriu të merr kurban në shtëpinë e tij, në vendin e tij, ta ketë atë në ditën e Bajramit me dorën e tij, Bismillah, Allahu Akbar, e therr kurbanin. Kjo është më e mira. Mirë po, ndoshta në shumicën e rasteve, njerë shkaku i kushteve, shkaku i rrethanave, shkaku i banimit në përbanesa, shkaku i banimit në vende që ndoshta nuk përshtatet therrja e kurbanit e kështu me radhë, gjejmë mënyra më të lehta. A është në rregull nëse e paguan kurbanin dhe therr dikush tjetër, ndërsa ti e ke bën jetin, çdo gjë është në rregull, megjithse përsëri me qenë mundësia që njeriu ta therr me dorën e tij, kjo është më e mira. Po nëse jo, atëherë edhe kjo mënyrë është në rregull, edhe kjo mënyrë vlen dhe shpërblimi arrihet inshallah. A vlen një kurban për një njeri apo vlen një kurban për një familje? Dhe e shet që të njerëzit diskutohet apo fillon një lloj hutije tash. A është një kurban për një njeri, a është një kurban për një familje? Këtu duhet të jemi të qartë. Në pagesë dhe në nijet, në kurbanin e vogël hin një njeri, në kurbanin e vogël, në dele, një njeri ban nijet, theret një dele. Në kurbanin e madh mund të hin deri në 7 vet bajnë nijet dhe theret një lop. Kjo është komplet ajo e cila ka të bëj me nijetin dhe pagesën. Në një dele nuk mund të bëj nijet 2 vet, as 3 as 4. Në një dele ban nijet 1. Nuk mund të paguajnë 2 vet. Sa është një kurban kaq? A i bajmë ne 2 paret bashk dhe therim një dele? Jo, 1 e ban pagesën, 1 e ban nijetin. A mjafton një kurban për një familje? Mjafton një kurban për një familje. Çka nënkuptohet një familje? Një shtëpi. Një familje në të cilët janë antarët e shtëpisë, i zoti i shtëpisë therr një kurban, e ban nijet për gjithë familjen që të kenë shpërblim, gjithë familja kanë shpërblim inshallah. A ban që një njeri të therr kurban dhe të ban nijet për krejt familjen e tij, një gjë e tillë është në rregull dhe shpërblimi ju takon atij i cili e ban nijet, pra një e ban nijet dhe të tjerët gjithashtu kanë shpërblim. Po dikush dëshiron që në një shtëpi, në një familje ti therr 2 apo edhe më shumë, a është në rregull? Është në rregull. Nëse therren 2, atëherë 2 vet bajnë nijet, nëse therren 3 vet bajnë nijet e kështu me radhë. Mirë, po a është mundësia dhe a mjafton një të therr dhe të ban nijet që të kesh shpërblim edhe familjarët? Është një mundësi e tillë dhe kështu është praktikuar dhe është vepruar edhe te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur therret kurbani therret pasi të falet namazi i Bajramit. Ai i cili therr kurban para se të falet namazi i Bajramit, ai kafshën e ka, kurbanin nuk e ka. Kurbani nuk llogaritet nëse therret para namazit të Bajramit. Kurbani llogaritet pasi të falet namazi i Bajramit deri në ditën e 4. Një ditë është dita e Bajramit, 3 ditë janë ditët e teshrikut, këto 4 ditë njeriu mund të therr kurban. Ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, ditën e katërt, deri para perëndimit të diellit. Perëndoi dielli, përfundoi koha e therrjes së kurbanit. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, gjithë ata të cilët do therrin kurban, Allahu kurbanin e tyre ta pranon. Gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi, Allahu një mundësi të tillë tua mundson. Lusim Allahun Azza wa Jall, vëllezërit, motrat, të gjithë ata të cilët i kemi në ibadetet e haxhit, Allahu ibadetet e tyre tua pranon. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.